Xumi, Big Brother mbaroi dhe fituesi është Gjesti. A ishte e merituar? Sigurisht që po. Për mendimin tim Gjesti ka bë lojë, e kam theksuar që ishte lojtar kapriçoz, i mirë, i dashur, ka duru shumë. Tani ata tillë lojë do në lloj formati, kështu që ngacaman, i durueshëm, edhe për mua ishte më së merituar. A ja ke çuar një mesazh urimi? Jo. Sërse do t'ja çmë patjetër se më thonë, nuk është se ndjej detyrueshëm, kupton? Nëse do kishit mundësi ta ribonit edhe një herë, do themi eksperiencën e Big Brotherit, çfarë do bënit ndryshe? Asnjë lloj gjoje, unë aktor jam. Asnjë lloj gjoje, të njëjtën gjë do bëja. Unë e kam thënë më parë, unë aty isha në punë. Unë kisha shku për të punu. Nëse do isha kombëtar, do kënoja gjithë ditën. Unë jam aktor, kështu do aktoroj gjithë ditën. Pse nuk pranove të rifutej përsëri në Big Brother? Mendova që nuk i pëlqej shanset e dyta në jetë. Gjithmonë është një vers i Eminemit, one chance në këngët 8 Mile track, është thot one chance, one opportunity to seize everything you ever want, one moment which you captured or just let it slip. Një shans është një, nuk i du shansë këtë dytë. A je penduar që gjatë qëndrimit tuaj në Big Brother i shprehat ndjenjat e Eglit? Absolutisht në asnjë lloj momenti, për mua ndjenjat, njeriu pa ndjenja është robot. Si e keni parë Eglin ndaj Gjestit? A është e njëjta gjë me sjelljen e tij ndaj pasdaljes? Pra, ka të njëjtën sjellje? Do mundohet ti vjeli sa ti vjeli, pastaj deri momentin që s'ka më çati marri, secili si ke filmin Fast and Furious, till I see you again. A nuk besoni se është gjohë artificiale, jashtëzakonisht gjithë po shikojmë, kështu që shtirje totale. Një nga momentet më të forta gjatë këtij edicioni Big Brother ishte pikërisht shuplaga që Jozi dha Gjest. Nuk kam koment për këtë, them drejtën, shiko, vetëm them diçka të vogël. Në moment që Ledioni tha lë shtëpinë e Big Brother Jozi, Loredana, që në atë moment loja për Josefin Markun dhe për Loredana ka mbaruar, është stopu. Nuk jam më lojtar, nuk jam më banor të asaj shtëpie. Nuk mund ti provokosh sërish në një mënyrë, domethënë që nuk ka vend, më duke pa vend ai provokimi i fundit të Gjest. Pse mos ishte një dhënie dorë, një përqafim, një ndarje me dashuri, pse duhet ishte një ofendim tallës, le të themi deri diku. Unë hap derën, unë përcjell. Okej, Gjesti ka punë me gjithë banorët. Po gjithsesi asnjë lloj nuk e justifikon asnjë lloj gjoje për mua veprimin e Jozit. Ka duru, po për mendimin tim gjonat mbeten mrena lojës. Jo, domethënë ta gravoj situatën në prekje fizike. Nuk e justifikoj dot veprimin e Jozit. Keni pasur komunikim me Jozin? Kemi shkruajt, po mendoj që thellë edhe Jozi mund ta ketë vrarë deri diku ai lloj veprimi. Kështu që po e le pak shqetësohet derisa të reflektoj dhe me veten e vet, edhe unë e di që do jemi shumë mirë me Jozin jashtë. Në fakt kjo shuplaga që Jozi dha Gjestit e ndau pak a shumë opinionin publik që s'po them në gjysmë, po e ndau, pra kishte shumë mbështetës që e mbështetën dhe Jozin pra në këtë veprim. Si shpjegohet? Besoj se nuk mund të quaj se janë dashamirës, po ka dhe njerëz janë bezdisur, më thojza pak dhe nga veprimet e Gjestit, le të themi drejtën, siç ta thash, është pak kapriços dhe ka disa gjona që realisht i ka pas tepruar. Vjen një moment që edhe njerëzit bezdisen nga këto gjona. Unë mendoj se nuk ka qenë aq mbështetës ndaj veprimit të Jozit, sa ka qenë ndaj meritimit në thojza, shpullës që është dhe në Gjest. Më tepër ka mund nga kjo pjesa që njëra ka bë, se sa bravo e qoftë që e boni. Kupton, anonte më shumë nga pjesa që është bërë. Domethënë pjesës veprimit, Gjestit, jo atij që ka bë veprimit Jozit. Mendoj që kjo është ajo që është nda publiku në dy pjesë. Pas mbarimit të Bigut, a keni miqësi me banor? Unë kam marrëdhënie shumë mira me banorët, i respektoj të gjithë, edhe besoj më respektojnë. Për mua loja ishte lojë, për mua ka mbaruar Big Brother. Në momentin që unë kam dalë, edhe banorët kanë dalë, ka mbaruar Bigu, ai që ishte. Ne jemi kolegë, kemi vazhdojnë jeta, kemi profesionet tona, kemi vazhdimsinë tonë. Unë mendoj që çdo gjë ta lëm mrena asaj shtëpie, jo jashtë mureve të asaj shtëpie. Por mua do vazhdoj të respektoj një kolegë të mi, do vazhdoj sërish të kemi marrëdhënie punë, nuk i di se na përplasën orë.
Kështu që nuk i dihet jetës vëlla, për sa kohë jemi gjallë, t'i japim respekt dhe dashamirësi dhe mbështetje njëri tjetrit. Nuk duhet kemi hatërmbetje, fare, zero, mas një nga banor. Zum, mendoni që ka vlerë që u futët në Big Brother? Sigurisht që po. Unë i dhash Big Brotherit, unë i dhash ç'a doja dhe po i marr atë ç'a duhet. Do të thonë, në çdo gjë në jetën time është aty ku duhet momentalisht. Faleminderit mallit Zot. Sigurisht jam mirënjohës edhe produksionit, Top Channel-it, Sarës, Ledionit, sepse është një mundësi që çdo kujt i jepet. Edhe për mua më përshikoj benefitet e Bigut pas daljes. Çdo gjë është mirë, karriera është on top, puna, biznesi po vazhdojnë, kështu që jam i kënaqur. Ka pasur njerëz që, po themi, ju kanë kritikuar për ndonjë veprim caktuar dhe për cilin veprim? Sigurisht që ka pas njerëz që e shikova, deri në momentin që ka njerëz që mohojnë edhe ekzistencën e Zotit, ças mund thonë për ne të gjallët. Kështu që unë nuk jam kriju për t'i pëlqyer gjithëve. Unë e di se çfarë duhet të dhom. Mjafton në Shqipëri ka një diçka, mjafton të bësh zhurmë, nuk ka rëndësi se çfarë lloj zhurmë bën. Në Shqipëri nuk ekziston publicitet i keq, ka vetëm publicitet. Kështu që edhe kritikuesit më ndihmojnë në algoritëm, kaq që shumë e thjeshtë, më ndihmojnë për me net aktiv në rrjetet sociale, kështu që nuk pres të pëlqejem nga të gjithë. Por di të them diçka. Miqtë e mi të zemrës dhe miqtë e mi virtual e dinë se kush jam. E dinë se çka kam qenë duke bë. Le mos harrojmë faktin që para 12 vjetësh unë jam ai që solli memet për herë të parë në Shqipëri. Unë e di fuqinë e kamerës, e di çfarë materiale t'i jap kamerës dhe e di se si e modifikon kamera atë lloj materiali për të servir ndoshta pjesë humoristike, për servir material për njerëzit, kështu që unë jap çfarë du kamerës. Me çfarë merret Zumi pas daljes nga Big Brother? Zumi merret me veten, që është gjëja më e rëndësishme, me dashuri për veten, me familjen. Sigurisht edhe kohët e fundit kam lançuar edhe biznesin e ri me suplementet ushqimore Bison Power. Vizioni im për Bison Power është t'i japim njerëz, nuk është këtë thjesht si biznes. Kam dëshirë shumë që t'i jap njerëzve gjërat më cilësore në Shqipëri, pasi nuk ka kompromis me shëndetin. Mund të bëjmë biznes me bluzë, mund të bëjmë biznes me atlete, gjëra që janë jashtë trupit, por diçka që ta absorbon trupin nuk mundemi kurse si të bëjmë biznes. Jam munduar si produktet më të mira, produktet janë me cilësia më e mirë dhe janë produkt gjerman. Klientët po më ngelen kënaqur, kam bashkëpunime shumë të mëdha nga palestrat më të njohura në Shqipëri. Jeta vazhdon vëlla. Kështu që ne kemi shprehje tiranëzi, çfarë bukur do ta hajmë. A ke synim televizionin? Sigurisht që po. Kthimi im pas 6 vite, 7 vite diçka e tillë në Big Brother, se unë jam me lezetshëm vëlla, unë o dal o s'dal fare, nuk kam të mesme. Domethënë, nga 7 vjet pushim dola në Big Brother 24. Po kjo ishte një rikthim i imi pas kaq vitesh, sigurisht do të mbetem në televizion. Pse jo? Televizioni ka nevojë për mua dhe unë gjithashtu për televizionin. Kemi marrëdhënie ndërsjell. Kështu që do të shihni prapë shumë shpejt. Unë kam edhe pyetje të fundit. Kush është ajo forcë, më mbaj më të herët, që nga një peshë shumë e madhe tani jeni bërë slim fit ose po themi ke një trup shumë të admiruar? Forca ime më e madhe është i madh i Zotit. Ati i mbështetem, ati i falem, ati i lutem, ati jam për faleminderit. I kam kërku Zotit madh me mush me vullnet, i kam kërku Zotit madh me mush me durim, durim. Edhe aty jam mbështetur. Në asnjë lloj gjëje. Nuk kam besim as te vetja ime, nuk kam besim, vetëm te i madh i Zot. Fuqia e Zotit vëlla ngre malet peshë dhe i përmys dhe i thërmon. Kështu që ajo është për mua forca më e madhe. Ajo duhet të jetë forca më e madhe çdo njeriu. Zumi, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit edhe vlerësoj.